Një zjarr I shënuar gjatë paradites së kësaj të premte në zonën pranë shkollës Marigo Pozio ka alarmuar jo vetëm banorët e zonës, por edhe nxënësit dhe mësuesit e shkollës. Pamjet që fondishtin në ekran të filmuara nga televizioni 6+1 Vlora sillin momente nga ndryrja e zjarfikses për të bërë të mundur shuarin e flakëve, ndërsa kanë qenë prindrit që kanë njoftuar zjarfiksen dhe ajo ka mbritur menjëherë. Bëhet fjalë për një zjarr që ka përfshirë disa shkure në një ndërtim të vjetër pranë oborrit të shkollës Marigo Pozio, por gjithsesi situata do të ishte serioze nëse zjarri do të lihej që të avanconte. Megjithatë, ndërhyrja e zjarfikses në kohë ka bërë të mundur neutralizimin e flakëve dhe shuarin e zjarrit në një kohë të shkurtër. Megjithatë, kjo situatë solli panik tek banorët e zonës dhe tek nxënësit e shkollës Marigo Pozio, ashtu sikundër edhe tek mësuesit, për vetë faktin se ishte pikërisht ora kur nxënësit kishin dalë në pushim.